Doktor, ju përmendët më herët që atakon dhe sistemin nervor. Çfarë shohim te një pacient që atakon? Tek pacienti që shfaq atakim apo atakohet sistemi nervor, zakonisht din të jetë format e meningiteve dhe encefaliteve, ku këta pacient kanë din të kenë vjellje të theksuara, din të kenë kokëdhëmbë të theksuara dhe në rast të caktuar dhe humbje të vetdijes. Por gjithashtu din të manifestohet çrregullime të sferës psiqike, saqë një pacient me lupus di ta imitojë një të çmendur që nuk është psikozë, por është pasojë e sëmundjes, duke trajtuar problemin qendror kuadër të sëmundjes, ne do të trajtojmë edhe komponentët që është qoftë sfera neurologjike, qoftë sfera psikiatrike. Doktori, përmendët dhimbjet. Lupusi a mund të shfaqet vetëm me dhimbje apo ka edhe forma të heshtura të tij? Lupusi eritematoz ka kritere klinike. Bile thënë të drejtën me kritere që ne kemi të fundit tash të vitit 2019, sepse nuk ka updatime të kritereve të reja sipas acereolarit. Këto janë kriteret e domosdoshme. Nuk mund të themi një lupus qoftë ka një analizë keq edhe ka një dhimbje muskulore, sepse kemi kriter pas kriter dhe neve na duhet sipas këtij klasifikimi të kemi 10 pikë poentuese për ta quajtur një lupus eritematoz sistemik. Pra krahasni antitrupi antinuklear që duhet të jenë pozitiv, duhet të jetë edhe shfaqje klinike, një skuqje fytyrës, e shoqëruara me reagimin diell, e shoqëruar me ëndjet të nyjeve, me dhimbjet muskulare, e shoqëruar me prekje të veshkës, dhe kur i poentojmë pjesë pas pjesë në 10 pikë poentuese, ku çdo pjesë din të ketë ngjarje deri në 10 pikë poentuese. Si e diagnostifikoni doktor lupusin? Fillimisht diagnostikimi i lupusit fillon me një bashkëbisedim të ngadalshëm me pacientin, duke marrë një historiat të problemeve të tij shëndetësor, që nga fillimi i problemeve deri te shfaqja e tij klinike, dhe më pastaj krahas gjetjeve klinike, nëse kemi dyshimin kuptim të lupusit, ne i kërkojmë analizat laboratorike, që në këtë rast janë antitrupat antinuklear, janë të rëndësishëm si prag në kuptim të diagnostikimit të problemit, dhe më pastaj nëse këtë dalin pozitiv, kërkojmë analizat të tjera, duke kërkuar antideseden antitrupat, komplementin C3C4, që janë elementare, më pastaj tek pacienti e kërkojmë grumbullimin e urinës 24 orësh, për ta poentuar se a kemi humbje të proteinave në urinë, po ashtu edhe në gjak ne e matëm nivelin e proteinave, albuminave, gjithashtu e matëm nivelin edhe të yndyrave, sepse tek sindroma nefrotike, që janë pasojë të lupusit, din të vlerat e larta. Patjetër se hemogrami është i rëndësishëm, sepse në këtë rast ne kemi kritere diagnostike qelizat e gjakut, gjithashtu sedimenti eritrocitëve të CRP-ja, po pa përjashtuar edhe kërkimi i matjeve ultrasonografike të zemrës, sepse din të jetë grumbullimi i ujit rreth zemrës që ne quajmë perikardit, që ne kemi kriter diagnostik. Më pastaj duhet të bëjë një radiografi apo dhe ultrasonografi e mushkrive për të detektuar nëse kemi ujë apo lëng nivel të hapësira pleurale, më pastaj një ultrazot barkut të shumë nëse kemi ascet nivel të hapësirës së barkut, dhe kështu kriter mas kriteri duke i poentuar, më pastaj duke i mbledhur, duke ardhur deri në një përfundim kem apo nuk kem formë të lupusit, apo të një sëmundje të autoimune. Sa i rëndësishëm është diagnostifikimi me kohë dhe a ka raste kur diagnostifikimi vonohet, të quajmë kështu? Thënë të drejtë një pjesë të madhe diagnostikimi vonohet. Edhe më pastaj kur bëhet diagnostikimi vonë, më tepër kemi më marrë me komplikacione, sepse sa më vetë sëmundje, sepse në duart e një eksperti të mirë me kërkimin e hershëm të ndihmës mjekësore dhe me marrjen e masave diagnostike dhe terapeutike, pacientët me lupus jetojnë një jetë normale si të tjerët, kuptohet që mbesin me terapi më gjatë. Me cilat sëmundje mund ngatrohet lupusi dhe a është kjo shpeshherë shkaktari pse diagnostifikimi i lupusit vonohet? Lupusi din të diagnostikohet vonë, sepse ai manifestohet me komplikacione apo me gabime apo vështirësi diagnostike me sëmundjet virusale. Nganjëherë duket se është një grip i heshtur, nganjëherë mund të manifestohet me inflamacionet e mushkrive, nganjëherë me tuberkulozën e mushkrive, nganjëherë me sëmundje inflamatore të zemrës, kuptim të perikardite, miokardite apo perikarditeve, nganjëherë dim të manifestohet në format e hepatiteve autoimune, nganjëherë dim të manifestohet me insuficiencë renale, nganjëherë me pagjaksi, dhe për këtë arsye nganjëherë në çastin fillestare është e vështirë të merret një diagnozë nga profesionistë të tjerë, por nga një ekspert traumatolog mendoj që është një çështje e lehtë, kuptim të diagnozës, në kuptim të hapave të tjera terapeutik. A ka shërim lupusi? Lupusi nuk ka shërim, por me marrjen e hapave të saktë diagnostik dhe terapeutik mirë menaxhohet, futet problemet në kontroll dhe tendenca jonë është ta futim problemet në një remision, të qesim sëmundjen në gjendje gjume dhe shkalla e manifestimit të sëmundjes të jetë i vogël dhe komplikacionet të jetë minimale. Cila është mënyra që trajtohet lupusi? Hapi i parë i trajtimit të formave të lupusit është kortikosteroidet, që janë zgjedhja e parë që është inhibitor apo qetësues të inflamacionit. Më pastaj, në bazë të shfaqjeve klinike, ne marrim edhe hapat e terapive të tjera, qoftë kuptim të antimalaregëve, që në këtë rast është hidroksiklorokina, qoftë kuptim barnave të tjerë modifikues të sëmundjes, methotrexat,
leflunomide, azatioprin, mukofenat mufetil, rituximab, ciklofosfamid, ciklosporin, apo terapive më të reja belimumab, anifrolumab. Janë edhe disa në fazën eksperimentale që shpesher janë shpresdhënëse, por me që numri i punimit është i vogël dhe shpesher nuk janë të rekomanduara, si të tilla pak aplikohen, por janë shpresdhënëse që së mund që din të afutë problemin në një emision më të shpejtë se sa barën që ne e aplikojmë tashtë. A duhet trajtim gjatë gjithë jetës? Nuk do të thotë që lupusi do të trajtohet gjatë gjithë jetës, megjithatë shumica e pacientëve mbesin me terapia fatgjate, por në bazë të observimit gjendjes klinike nëse sëmundja është futur në një kontroll, atëherë mund të merret hapa në kuptim të reduktimit të dozave të barnave dhe më pastaj duhet të ndërprerja e tyre, por me kontroll të rregullt me mjekun observues të sëmundjes reumatike, në mënyrë që nëse sëmundja të rikthehet sa më herët terapia që ne kemi ndaluar. Ju i përmendët disa lloje të terapive, po sa kanë efekte anësore këto terapi që po i përdorin personat? Të gjitha terapitë barnat modifikues sëmundje, sigurisht se terapitë të tjera kanë efekte anësore, por në praktikën tonë klinike gjithherë masëm efektivitetin nga dëmi. Nëse shkalla e përfitimit të terapisë është më e madhe se dëmi që ne shkaktojmë, atëherë edhe i ordinojmë. Prandaj këtë rast shkalla e përfitimit është e pamatshme me shkallën e komplikacion që din të na shkaktojë sëmundje.